Në këtë edicion do të ndiqni. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore, 21 subjekte politike e 902 kandidat për deputet në Garë. Stacioni i autobusëve në Gjakov së shpejti merr pamje të re. Banorët e Moglicës në hall me kanalizimin, mungesën e ndriçimit publik dhe rrugën e dëmtuar. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Partitë politike në Kosovë nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe përkundër që subjektet politike kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që sot të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata. Ka nisur zyrtarisht këtë të enjtë fushata zgjedhore për zgjedhje të parakohshme parlamentare në Kosovë, e cila do të zgjasë deri me 7 qershor në 6:59 minuta, ndërsa qendrat e votimit do të hapen në orën 7. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të miratuar në vitin 2023, fushata zgjedhore përfundon me hapjen e qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve, dhe kjo nënkupton se edhe këtë herë nuk do të ketë heshtje zgjedhore një ditë para votimit. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë proces, janë certifikuar 21 subjekte politike me gjithsej 902 kandidat për deputet, të cilët do të garojnë për ulse në Kuvendin e Kosovës. Subjektet politike tashmë kanë nisur aktivitetet dhe tubimet elektorale në qytete të ndryshme të vendit, por edhe jashtë Kosovës, ndonse KQZ ka përcaktuar se sot është dita zyrtare e fillimit të fushatës. Sipas KQZ-s, kohëzgjatja fushatës do të jetë 10 dite shtator, ndërsa buxheti i planifikuar dhe i miratuar për organizimin e zgjedhjeve arrin në mbi 10.8 milion euro. Zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë erdhen pas krizës institucionale të krijuar nga dështimi për zgjedhjen e presidentit brenda afatit kushtetues, duke dërguar vendin në një cikël të ri elektoral. KQZ gjithashtu ka sqaruar se trajtimi i ankesave për shkelje eventuale gjatë fushatës nuk është kompetencë saj, por e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Megjithatë, KQZ do të ketë rol monitorues gjatë gjithë periudhës së fushatës përmes monitoruesve të angazhuar në të gjitha komunat e Kosovës. Kujtojmë se partitë politike në Kosovë nga sot e deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Projekti për renovimin e stacionit të autobusëve në Gjakov duket të jetë drejt përfundimit, ku ky institucion pritet të merr pamje krejtësisht tjetër pas investimeve të fundit. Ekipi ynë sot ka qëndruar në hapësirat e stacionit për të parë nga afër se si po shkojnë punimet dhe në cilën fazë ndodhen aktualisht ato. Punimet për renovimin e objektit të stacionit të autobusëve në Gjakov po vazhdojnë me dinamikën e paraparë. Sipas drejtorit Agron Hoxha, vendi ka filluar ta marrë pamjen që e meriton. Ka vjen një pamje e mirë ashtu që e ka merituar edhe stacioni po edhe qyteti jonë i Gjakovës, se stacioni është tipik. Për krejt botë vinë, gjinga masparit të stacionit të autobusëve ata orientohen në qytet, është kanë ndryshuar një pamje mirë, besoj që ka vjen edhe shihet edhe vetë puna që ka vazhdon të bëjë, besoj që ka ndodhur një sand i mirë për Gjakovën. Hoxha tutje tregon detaje rreth punimeve që aktualisht po kryhen aty. Për momentin ka filluar gjitha fazat që kanë pasur janë ndyrë dritare, është izolimi, janë të ushtruar gjitha dyshëmet vetëm me pat sallën poshtë është gati në përfundim më sipër, edhe izolimi i objektit ja ka nisë do pjesë të vazhdu, po është plani dinamik është 6 muaj. Kemi filluar ka fillimi i marsit edhe është 6 muaj. Nga aty u tha se të gjitha punimet po zhvillohen bazuar në planin dinamik dhe se të njëjtat kanë qenë shumë të nevojshme për të gjithë pasagerët që marrin shërbime aty, si dhe për stafin që operon në këtë institucion. Për mungesën e kanalizimit dhe infrastrukturës rrugore, janë ankuar banorët e fshatit Moglic. Ata këtë shqetësim kanë vendosur të ndajnë edhe me shikuesit e mediumit tonë, me qëllim të adresimit të kësaj problematike,
edhe pse disa herë e kanë adresuar edhe te institucionet. Banorët e fshatit Moglic po përballen me mungesë të kanalizimit, infrastrukturë të dëmtuar rrugore si dhe mungesë të ndriçimit publik. Për gjendjen në këtë fshat ka folur banori Prente Zefaj. Fshati jonë, që kjo ana jonë, nuk e jena 2 Moglica, në 22. Ka na nuk ka as ndriçim, s'ka as kanalizim, s'ka asfaltim, s'ka kur gjë se në marrë me neve, si komune, si shtet, ose si diçka. Mes tjerash, Zefaj tha se pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve ndaj institucioneve përgjegjëse, deri më tani nuk ka pasur reagime konkrete. Për kanalizim kena bo, disa herë, edhe për rrim. Për diçka tjetër, jo, se me thonë, për ndrejtësime për së tjerët, jo. Cilat janë përgjigjet që i keni marrë? S'kena më përgjigje kur farët. A i foli gjithashtu edhe për vështirësitë me të cilat përballen banorët çdo ditë si pasojë mungesës së këtyre shërbimeve bazike. Pa kanalizim nuk jetohet. Tashti edhe për ndriçim, tash po shihet se s'kemi as ndriçim as kurrë. Për shtyllat elektrike nuk e di e keni vërejt ka une. Kështu i kam 20 orë i vend, i kam 10 shtylla elektrike në vend temen, në brend temen. Unë nuk di shush dhe ku më shku kështu. Thira jeme ashtë le të punojnë drejt mirë. Jo veç me përmtime, po me punë. Ka ardhë një herë, kanë ardhë për këtë në zgjedhje, kanë ardhë për asfalt ciklina, ka ardhë edhe kryetari i Gjakovës. Si ka shku kryetari, ka shku me bagera, me ka shku mrabatina. U harru asfalti. Ta që shalën që zgjedhje tjerë, bënë dhe shka. Banorët e Moglicës kërkojnë reagim më të shpejt nga institucionet kompetente me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe lehtësimit të jetës së tyre të përditshme. Përkundër gjobave të shumta, parkimi i makinave në trotuare dhe vende tjera të gabuara po vazhdon të jeti pranishëm në shumë pjesë të qytetit, nga sësit e pakujdesshëm, duke mos respektuar rregullat e komunikacionit rrugor, vazhdojnë t'i parkojnë makinat në vende ku nuk lejohet, duke cënuar edhe qarkullimin e këmbësorëve. Trotuaret në shumë zona të qytetit vazhdojnë të mbeten të bllokuara nga veturat të parkuara në mënyrë të parregullt, duke e kthyer hapësirën për këmbësor në parking. Fenomeni po vazhdon pothuajse çdo ditë, pavarësisht prezencës së vazhdueshme të zyrtarëve policor në terren dhe xhobave që shqiptohen ndaj shkelcëve. Kamera televizionit ton ka regjistruar pamje ku shihen veturat e parkuara duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve. Në vazhdimsi janë shqiptuar numër 8 i lartë i xhobave për shkelcit e ligjit, por situata po vazhdon të mbetet pothuajse e njëjtë çdo ditë. Pas përfundimit të vitit shkollor dhe mbrëmjeve të maturës, maturantët në nivel vendi tashmë po bëhen gati për testin e maturës shtetërore. Në situatë të njëjtë janë edhe nxënësit e klasëve të nënta që do të testohen në testin e arritshmërisë. Ministria e Arsimit vetë se ka bërë të ditur edhe datat e afateve të provimeve. Pas përfundimit të vitit shkollor dhe mbrëmjeve të maturës, maturantët në nivel vendi po bën gati për testin e maturës shtetërore. Ministria e Arsimit vetë se ka bërë të ditur edhe datat e 2 afateve të provimit. Testimi i maturantëve në nivel vendi për afatin e parë do të bëhet me 20 qershor 2026, ndërsa për nxënësit që nuk kalojnë ose nuk mund t'i nënshtrohen këtij afati, Ministria e Arsimit si çdo vit edhe këtë herë do të mbajë edhe afatin e dytë, i cili është planifikuar të zhvillohet me 29 gusht 2026. Për mbarvajtjen e maturës shtetërore, Ministria e Arsimit do t'i referohet udhëzimeve në fuqi, të cilat kërkojnë nga mësimdhënësit angazhim maksimal, objektivitet dhe zbatim të rrept të rregulloreve për të garantuar një proces të drejtë dhe transparent. Detyrimet kryesore, por mësimdhënësi që shërbejnë si administrator apo mbikëqyrës, përfshin identifikimin e maturantëve, ndalimin e telefonave, shpërndarjen e testeve, mbajtjen e proces verbalit si dhe ruajtjen e qetësisë.
Krahas testit të maturës shtetërore, paralelisht po bëhen përgatitjet edhe për testin e arritshmërisë për klasën e 9, i cili do të mbahet me 26 qershor 2026. Testi do të zhvillohet në disa lëndë mësimore në kohëzgjatje prej 150 minutash. Ndërkohë nga Ministria e Arsimit bëjnë të ditur se mbeten të përkushtuar që procesi i provimit të maturës të zhvillohet në mënyrë transparente dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. Sonte Aleanca do të hapë zyrtarisht fushatën elektorale në kuadër të zgjedhjeve të 7 qershorit. Në tubimin elektoral që pritet të nisë në orën 19:45 në platon e parkut të qytetit, përfaqësues nga ky subjekt politik kanë ftuar elektoratin që të bëhen pjesë e këtij takimi. Një aktivitet sportiv në disiplinën e basketbollit i mbajtur sot në Gjakov, krahas lojës së mirë kanë gjallur edhe shumë nostalgji. Veteranët e basketbollit të Gjakovës zhvilluan një ndeshje miqësore me veteranët e basketbollit nga Lituania. Kjo ngjarje sportive u përcoll me mbështetje të shumtë nga sportdashësit si një dëshmi e mirë se sportistët janë ambasadorët më të denjë të një vendi. Një aktivitet i veçantë sportiv në disiplinën e basketbollit është mbajtur sot në Gjakov, krahas lojës solli edhe emocione e nostalgji për sportdashësit. Veteranët e basketbollit të Gjakovës zhvilluan një ndeshje miqësore me veteranët e basketbollit nga Lituania në një atmosferë miqësore dhe sportive. Basketbollisti veteran Hashim Raci tregoi më shumë detaje rreth kësaj loje. Ne si vllaznim veteranët kemi qenë dyrën Çeki. Jemi taku me këta në Çeki, prandaj ka shpreh shumë dëshirë të madhe marr me na vizitu me pa Gjakovën, një të zhvillu edhe një ndeshje me ne këtu në Gjakov. Mes emocionesh, Raci foli edhe për ndjesinë e veçantë të ritakimit me basketbollistët nga Lituania. Këta e kemi njohur para këto kohë, ne e dimë çfarë temperamenti, çfarë kulturë kanë, dhe mundu që edhe na më u kthy ashtu sikur na kanë pritur ata njëve atje. U jemi taku prapë veteranët e dikushëm moshës deri në 60 vjeçë, për mi edhe ato në emisionet më të mëdha që i kemi përjetuar. Ai kishte edhe një mesazh për gjeneratat e reja të klubit të basketbollit Vllaznimi, duke i inkurajuar të punojnë dhe të mos ndalen. Duhet me punu, veç me punë më rrit gjithçka. Kjo ngjarje sportive u përcoll me mbështetje të madhe nga sportdashësit gjakovar, duke dëshmuar edhe një herë se sportistët mbeten ambasadorët më të denjë të një vendi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore, 21 subjekte politike e 902 kandidat për deputet në garë. Stacioni i autobusëve në Gjakov së shpejti merr pamje të re. Banorët e Moglicës në hall me kanalizimin, mungesën e ndriçimit publik dhe rrugën e dëmtuar. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.